Gjyqi kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit nxori në pakët të mërkurë përfshirjen e drejt të kryeministrit Edi Rama në çështjen e fibrave optike. Meta e konsideroi arrestimin e tij si çështje lobimi e Edi Ramës me ish zyrtarin e FBI-s Charles McGonigal. Kur iku regjimi Charles McGonigal nga pushteti, e përmend se është i përfshirë në hetimet ndaj meje dhe kjo provohet nga gjykata amerikane, ku verifikohet takimi i palishëm me Edi Ramën, kur ai ka marrë $80,000. Më pas hynte nga Kosova, ku edhe atje vinte gjoba, para se të takonte Ramën. Ka qenë në Vjenë dhe është takuar me Tom Doshin. Qëllimi ishte pra para zgjedhjeve që të rrëmbeshin 86 mandate. Ilir Meta tha se nuk ka ndërhyrë për këtë koncesion, pasi nëse do kishte ndodhur, do kishte bërë përmes një ligji në parlament me pretendimin se ka qenë dhe mbetet gjithnjë kundër monopoleve. Ai ceku edhe temën e sekuestrimit të telefonit të Monika Kryemadhit, ndonse ishte deputete. Është absurde që të ndërhyja për Adrian Shatkun, por nëse do të kisha pasur një dieni apo ndërgjegjësim se çfarë donte të bënte Adrian Shatku, ai ka kërkuar heqjen e monopolit dhe vendosjen e një shërbimi në interes të gjithëve, që të futeshin të gjithë. Po atëherë inicioi një ndryshim ligji dhe nuk kishte nevojë të merresha me Axhin Aston apo me Ermal Topallin. Unë kam qenë dhe jam kundër monopoleve dhe këtë gjë do ta kisha zgjidhur me ligj në parlament. Nuk kam pasur asnjë lloj dienie apo interesi për këtë gjë. Kam qenë prezent kur është bërë kontrolli i banesës. Kam qenë prezent kur Kryemadhi i ka thënë OPG-s që është telefoni im, jo i mamas. Këto shkelje të procedurës tregojnë se nuk ka pasur fakte dhe prova ndaj Ilir Metës dhe duhet të gjendeshin. Ndërkohë, brenda seancës gjyqësore, Monika Kryemadhi nisi të lexojë një nga një mesazhet me Adrian Shatkun dhe Edi Ramën, teksa kërkoi thirrjen e këtij të fundit si dëshmitar kryesor. Ajo kërkoi llogari përfaqësuesve të SPAK se përderisa ekzistojnë komunikime të tilla me kryeministrin, më shumë se sa ndërveprime me Ilir Metën, pse sipas saj për kryeministrin organi hetues nuk nënvizoi asnjë rresht. Këtu është Edi Rama, pse nuk përmendet darga e Ramës me Shatkun dhe shënimi background takimi me Edi Ramën. Ndryshon standardi. SPAK ishte mes dy zgjedhjeve, ose njësoj për të gjitha provat, ose seleksionimi për të shkuar tek akuza politike dhe zgjodhi këtë të fundit, deklaroi ish deputetja Monika Kryemadhi në seancë, ndërsa para mediave tha se SPAK erdhi me objektiv politik, jo për të zbuluar të vërtetën, duke përmendur arsyet e thirrjes së dëshmitarëve. Mesazhet që pretendon akuza që kanë ndikim të palishëm me dokumentat shkresore kundërshtojnë njëra tjetrën. Atëherë në këtë rast vetëm dëshmia e Edi Ramës, e Ëngjëlla Gacit, e Milena Aritos, e Edmonda Gjinastos, e gjithë zinxhirit të përgatitjes së kësaj dosje, vlerëson dhe jo çfarë kanë bërë, por ata duhet të përgjigjen përballë gjykatës për të vërtetuar që këto vendime që kanë marrë në favor të Unified, a ka ndikuar Monika Kryemadhi apo Ilir Meta, pse merr vetëm emailin që ka bërë lidhje në komunikimin me fibrën optike me Ministrinë e Inovacionit, me dy individ, dy zyrtar të cilët poçonin një informacion. Pse nuk merr emailet me gjithë ministrat e tjerë dhe me gjithë ministritë e tjera që unë i kam në telefon? Cila është problematika që ka ndodhur? Çështja ajo nuk është çështje procedurale, çështja ajo është çështje politike, sepse ka shumë vite e cila është ndërtuar në aspektin e linçimit dhe politikës dhe thonin çështja Çesdia, thonin ka flet me një hotel me Kasirot Ismailin, ku është? Nuk është ndosje. Thonin që Monika i ka dhënë, ka ndërkuar, ka bashkëpunuar me Ilir Metën për të dhënë fibrën optike. Ku është në dosje? Është firma e Edi Ramës. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Plushi, i cili ndoqi nga afër seancën, tha për gazetarët se procesi ndaj Ilir Metës është një komplot politik, pasi kudo përmendet Edi Rama. Ka zero fakt penal, zero kundravajtje administrative, zero mesazh, zero email, zero ndikim, qoftë të ligjshëm, qoftë të paligjshëm të zotit Meta, po kudo del Edi Rama. Edi Rama del te vendimi i 15 janarit 2014. Është Edi Rama ai që ka firmosur vendimin e 5 marsit 2015. Janë mesazhet e Edi Ramës, janë drekat dhe darkat e Edi Ramës dhe është pikërisht pra kjo arsyeja pse Edi Rama është dëshmitari kyç i gjithë i procesi, sepse ai në fakt është ideatori, zbatuesi, rrëmbyesi, hetuesi dhe gjykatësi i zotit Meta dhe dëshmitari i dytë është Charles McGonigal. Besoj sot u rikonfirmuan më saktë komploti i Charles McGonigalit ndaj ish presidentit të Republikës. Seanca e radhës u la në 10 shtator në orën 11, ku Monika Kryemadhi do të vijojë parashtrimet e saj kundërshtuese ndaj akuzave.